Nëse ke filluar të dyshosh tek vetja, atëherë dëgjo me kujdes. Nuk vlen për asnjë njeri në botë që të dyshosh tek vetja jote. Ti je më shumë se i mjaftueshëm dhe kjo gjë nuk ndryshon nga asnjë fjalë as kujt. Nëse dikush të bën të ndjesh i pavlefshëm, të qash apo të dyshosh tek vetja, atëherë ai person nuk duhet të jetë më pjesë e jetës tënde, sepse ti nuk je problemi. Mos harro një gjë, ti meriton njerëz që të vlerësojnë, të duan dhe të japin energji pozitive. Largoje çdo njeri që nuk ta jep këtë gjë dhe zgjedh sa herë veten. Nuk duhet të luftosh për të pranuar nga një person që nuk e din vlerën tënde. Aty ku nuk ka qetësi dhe vlerësim, nuk është vendi yt, sepse zemra jote meriton paqe, dashuri dhe persona që e vlerësojnë kohën me